Po ajo që unë e kam përmendur pak a shumë Kristi është në profesionin e psikologut. Mendoj pikërisht që profesioni i psikologut do të bëhet e mundur edhe mbas 100 vjetësh, mbas 200 vjetësh zhvillimi masiv i teknologjisë të krijojë një psikolog digital do jetë e pamundur. Pse? Sepse psikologu ka argumenta, ndikon në trajtimin psikoneurotik dhe psikologjik të pacientit. Domethënë që ka. Dhe duke pasur parasysh që ka argumenta për të ndryshuar problematikat që ka, pra problemin psikoneurotik, një sistem robotik nuk e bën dot. Një sistem robotik është autonom. Për shembull, ne kemi parë nuk mendoj që mund të mos arri empatinë e një psikolog. Duket e çuditshme, po është e pamundur që të jetë interaktive. Mund të ishte aq i saktë që mund të ishte për shembull në mjeksi me po themi në tek të tjera. Psikologu mendoj. Unë nuk do doja për shembull. Nuk e përjashtoj. Edhe nëse pas nesër do të ketë, po nuk do suportoja që të kishte një psikolog digital.